Bima e hithrës, sa përvoluese, është edhe po aq shëruese. Hithra të përvolon që në prekjen e parë, po pavarësisht kësaj është e pamundur të heqësh dorë prej saj nëse filloni dhe njihni vlerat e saj ushqyese. Hithra është një nga bimët më të mira të cilat duhen me dojë mos të shtohen në dietat tuaja. Kështu ndikimi i tyre në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe gjithashtu, ato janë efektive edhe në luftën kundër problemeve të alergjive. Hithra përdoret ndërshekuj për të lehtësuar problemet e alergjive dhe për të përmirësuar më mirë sistemin tuaj imunitar. Ajo është e mirë kundër këtyre komplikacioneve dhe sepse do të rrisë imunitetin tuaj dhe do të mbajë larg shqetësimet e tij. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të artritit, në zbogthjen e flokut dhe gjithashtu komplikacionet e imunitetit. Hithrën në dietën tuaj mund të shtoni në formën e çajit ose edhe në formën e vajit ose në gatesa të ndryshme. Ndikimi që do t'i japë organizmit tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të mira ushqyese, të cilat asesi nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj të përgjithshme.